Lëvizja vetëvendosje përplaset sërish me forcat e policisë kosovare, kësaj here për shkak të një parulle. Disa aktivistë të lëvizjes shkruan parullën Kosova Republik në një nga muret e ndërtesës së qeverisë në Prishtinë, ndërsa në një nga zyrat e saj ndërmjetësi i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper, i cili ndodhej për një vizitë në Kosovë, zhvillonte një takim me kryenegociatoren Edita Tahiri. Forcat e rendit ndërhyn pas këtij akti dhe arrestuan 8 persona, aktivistë të lëvizjes që shkruan parullën. Çështja e emrit me të cilin do të përfaqësohet Kosova në takimet rajonale është pika kryesore për të cilën nuk po bien dakord delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit. Edhe qëllimi i vizitës së Cooper është lehtësimi i dialogut mes dy palëve, në një kohë që nuk ka ende një datë për raundin e radhës së bisedimeve. Ndërkombëtarët kërkojnë që Prishtina dhe Beogradi të bien dakord se me çfarë emri do të prezantohet Kosova. Ndonse në media u përfol arritja e një marrëveshjeje që Kosova të hiqte dorë nga termi Republik, kurse Serbia nga rezoluta 1244, kryenegociatori Tahiri e përgënjeshtroi diçka të tillë duke thënë se Kosova nuk heq dorë nga Republika.